Ligjet që dërgohen në kuvend sa i përket procesit të integrimit janë të panegociueshme. Në mbledhjen e tij të parë me grupin e Partisë Socialiste për këtë vit, kryeministri Edi Rama u dha porosit deputetëve të partisë që ai drejton, ndërsa theksoi se vendi ynë nuk mund të krahasohet me shtetet e Unionit. Negociohet me Komisionin, i imponohet qeverisë dhe vjen në parlament. Në momentin kur vjen në parlament, duhet miratuar, jo diskutuar. I referohen vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Shiko se Franca nuk e ka kështu. Që ta bëni si Franca, duhet jeni Franca. Ju jeni Shqipëria. Procesi i integrimit tashmë ka shtuar punë për kuvendin. Megjithatë, kreu i qeverisë u shpreh qartë se kushtet e Unionit janë rritur në krahasim me vite më parë dhe vendi ynë duhet të jetë gati. E kanë pasur shumë më të lehtë procesin dhe janë bërë antar me shumë më pak kushte. Kanë qenë, po ta themi ndryshe, shumë më të papërgatitur se ç'jemi ne sot. Sipas Ramës, Shqipëria vijon të çalojë në sigurinë ushqimore, ndërsa kërkoi vëmendje të shtuar në atë sektor. Ushqimet mund të bllokohen sepse nuk përmbushin kriteret e sigurisë. Dhe pastaj në skenarin më pesimist do të thotë që gjithçka që hahet të importohet. Po shkojnë në ekstrem. Për këtë arsye duhet një super punë, por edhe një super vendosmëri. Nuk harroi të kërkonte ligjvënësve socialistë që të vijojnë takime në terren si një detyrim ndaj qytetarëve të cilët i dhanë 83 mandate. 83 mandatet i imponojnë shumë gjëra për këtë forcë politike, duke filluar nga detyrimi që fundin e 2007-s ne të dalim përpara atyre që na i dhanë 83 mandate dhe të tjerëve që nuk na votuan dhe t'ju themi që ne e bëm atë për cilën ju kërkuan votën. Gjatë mbledhjes me grupin e Partisë Socialiste, kreu i qeverisë lajmëroi dhe një reformim të administratës si dhe një godinë të re për parlamentin.